Ke patur një peripeci që do të ndash me ne gjatë gjithë këtij rrugtimi, ju bën shumë muaj. A shumë nuk mjafton një live i shkurtër këtu ku jem, ka shumë historia të bukura, ka shumë aventura, se udhëtimi im është aventurë. Kam pas probleme, nuk e them unë, po kam pas vështirësi me ftohtin, me borën, me shiun, me baltën. Në Afrikë, në fillim, kam pas probleme me ushqimin, kam pas probleme me temperaturën, më ka ra 2 herë të fik, shkova në spital, me ndihmu Në cili njerëzit. shtet ishe kur ndodhi kjo situatë? Mali. Wow. Në Mali kam qenë turisti parë, mas një blokimi nga turistat, nga një lajmërim i ambasadave europiane, nga ca trazira në Mali, edhe unë u futa, dhe s'kishe nga t'kaloja. Edhe ishte temperatura gati 45 gradë, temperatura jashme, nga mikrobet, mora një mikrobe dhe shkoj temperatura 42, temperaturë brendshme. 42 temperaturë brendshme. Nuk e kuptova, isha në ambasad, u ktheva, edhe më ratë fik, me ndihmuan disa njerëz që në spital.